Qytetarët e Gostivarit tashmë disa ditë përballen me sfidën e ujit të pishëm, por dhe ujit teknik, pasi analizat e kryera kanë treguar se për momentin uji i rjetit të ujësjellësit nuk mund të përdoret për asnjë qëllim. Televizioni Koha qëndroi në Gostivar për të parë nga afër këtë situatë. Qytetarët thonë se e blejnë ujin për markete e shitore ose furnizohen përmes donacioneve që për çdo ditë mbrin në Gostivar. Sho jetën qytet. Shpresoj të kalojnë mirë. Ne kemi kujdes ato njerëz që marrin pasin e pamës. Ne u pozicitë, inda građanit Italijë, Maqedonci, Albanci, ne u bonus. Nuk është mirë për të gjithë shqiptar Maqedon. Marrim nga kryqi i kuq, nga organizata, nga objekte fetare. Jetojmë me nënën e smur dhe për të duhet të ketë ujë të pastër. Gjejmë. Aprin e para, ama që ashtu është. Mije se s'na bdujeme od kupe na voda, građanit. Furnizohemi me ujë të blerë në përshitore. Na sjellin me kamion dhe na japin pa pagesë. Por kriza me ujin ka goditur edhe bizneset në Gostivar. Për shkak të situatës që ka ardhur pikërisht kur mërgjimtarët janë në vendlindje, bizneset po përjetojnë humbje të mëdha pasi shumë klientë zgjedhin destinacione tjera. Por bizneset kanë ndiku katastrofal për shkak se gurbeqarët kanë ardhur. Edhe ujti është i dotur. Shtene është me qëllim, politikisht diçka, nuk e dim. Sidomos për gastronomi është vështirë, se po ujë s'mund punohet. Ujti i ndotur, edhe si mora vesh këta restorantet për banketet që ka bojnë, inspekcionet i kanë dalë, mos i bëjnë banketet, njerëzit ato i kanë anullu banketet. Normal ka Afrikë, për shkak se ai ka ardhë pi Zvicra ose pi Gjermanie, pi Austrie ka ardhë, edhe thash me dyshim hipen në një restoran, në një objekt, kanë diçka, edhe me frikë. E mora vesh që i kanë të topë, disa që kanë punë këtu në Gostivar, ose me shtëpia, me ndërtim diçka, i kanë të topë. Në Gostivar ka edhe shumë mërgjimtar. Ata për televizionin Koha thonë se kjo situatë ka ndikuar që shumë prej tyre të largohen nga qyteti dhe të drejtohen drejt vendeve turistike. Situata e ujtit është pak shumë kritik në këtë moment, si për ne gurbeqarët, po më shumë është për insanët që jetojnë këtu. Se ne gurbeqarët jetojnë, ne marrim një gajbe uj, dy gajbe uj, e shputojmë qaj, si të tamë, ndërejmë një 10 ditën e shkojmë për në gurbet. Amën, për këta, si rengë këtu është pak shumë problem, është për pjeqet, për të kri, njëzër familjare si jetojnë. është shumë për pjeqës, ata si tojnë që unë e kom një kujshia të ata di njëri pjekër. Ata trejnë me di, tregajbe u është shumë pak si problem. Si nuk ka ndjemë, si nuk ka do kush si mundet të ndimane. Të të bish këto për shemull që ke vitamina A, të marish ke importanja të ma falni një gajbe u. Për që do vështë me një gajbe u shte? A do në gatush, a do në talash një sërqë. Krahas problemeve me krizën e ujit, bizneset në Gostivar përballen edhe me inspektimet e jashtëzakonshme. Mos zbatimi i masave për dezinsektim dhe deratizim, mos respektimi i detyrimit për kontrollet e detyrueshme shëndetësore të punonjësve, si dhe prania e operatorëve të paregjistruar të ushqimit, janë disa nga paregullësitë e konstatuara gjatë 70 kontrolleve të jashtëzakonshme inspektuese në rajonin e Gostivarit.